Po, faleminderit zoti ministër, besoj me 1, 2, 3, 4 kolege mbyllim. Pra 4 veta kam pyetje. Në fund nga pjesa jonë zonja Çaushi, atëherës me radhë ju të 4, e fillim me zotin Koreshi, po pyetjet pa shumë komente, se ti çdo koment e merr me referencë nga Lushnja. Po s'besoj se kodi penal do na hyjë ke Lushnja sot. Po le tani po shta e zaurua, jo tani do na kthesh prap ke toka. Kush ja ka pa ajrin tokës për shembull me? Tashi unë po let gjithë kolegët se ka shumë penalistë dhe gjyqtar këtu, edhe nuk do i hyjë në zanat. Ti hyjte i zanati im të tokat. Unë me tokat e marr ulsi. E para. E dyta, për ta zhurnuar ministri, se do t'i bëjmë në zhurnim, që dhe kalimi tokës bujqësore është bërë me ligjin 8337 të 98-ës, prap me qiviri Parti Socialiste. Se ne koncepti ishte, akoma ne nuk kemi një koncept, se që të me thënë familje bujqësore, akoma se kemi në kod civil, që që pasë të bëjmë një kod penal, ne duhet me zgjidh dhe kodin civil koncept në familjes bujqësore. Pse them këta që ta them si sugjerim? E para njerë të gjithë noterët gjenë vështirësi dhe duke qenë se është dhe fusha jote që mbulon dhe pjesën noteris, gjenë vështirësi se çfarë dokumentash duhet përdorin kur një familje bujqësore bën transakcion. Do firmosë ata të thënjishit apo familje e re. Te pjesëtimet e pasurive tek noteri, po e njëjti problem lind. Njëri e merr me familje bujqësore 3, duhen dhe këta 3, duhet ata të thënjishit. Pra duhet me i dhënë një koncept fiks se si e ka legislativi konceptin e familje bujqësore që sot nuk e ka unifikuar do të gjykata lartë. Do të them problematik, një 2 problematika prapë për pronat, po do të kaloj të ASHK-ja, të e famshme ASHK. Edhe do të merrem pak me ligjin 2020 për t'i vënë disa gjëra në dispozicion. Pse Ministri i Drejtësisë? Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk varet te Ministria e Drejtësisë. E anullojmë. Po. Por në Jo, s'ka problem, azhornohu ma... Nuk jam azhornuar, jam ke marrë përgjithësim. Dakord. Po, ore, me që na ka marrë malli të kryeministit se kemi parë ne herë, nuk kemi ne ta puthimi herë se na moj malli e bëri dhe. Edhe duke qenë se ai Ju lutem, se ti edhe po erdhi se mbrin dot. Duke qenë, o shokolsi, duke qenë se ai kryeministi nuk e dina, nuk e vjen herë këtu. Unë po e bëj, po kaloj, po ndroj pyetjem. Por gjithsesi te ASHK-ja duhet ka një kull roje atje që po na fut frikën gjithsesi. Jo, kishe tim përpara, po si bëhet dot gjë kullës e. Nuk ja qellove dot kullës. Ore, leri këto ose mirë. Po kulla roje shikoni ju, se s'po i dan ato pa i 500 që do të hollat, të vleftat. Ju lutem pyetjet. I nderuar zoti ministër. Po jo e ta them mund të qysh, e ke kështu live, ta përsëris prapë se deshet ti. I nderuar zoti ministër, po kaloj pak pastaj tek pjesa e noterisë. Ka shumë noter dhe të cilët bën transaksionet nga 2 ose nga 3 herë për pronat. Dhe nuk shikojmë noter që t'jetë hequr licenca. Pse? Pra, duke qenë se ka një vështirësi sot të disa noterë në Tiranë, që kanë lidhë 2 ose 3 prona për një apartament që janë në premtim shitje, dhe sot vazhdojnë funksionin. Një rast konkret, kur e jema notere, lidh një transakcion, pra kryen një transakcion, me kontrat premtim shitje, i biri mbas pensionimit të t'jemës e merr arkivën e saj dhe punon me t'jemën po në zyrë, dhe bën një kontrat tjetër në emër të një individi tjetër. Pra shet noterin. Qa ndodh pas?
Kjo kalon dhe bëhet me të famshme legalizim, ai tjetri i tretë legalizon me legalizim. Por e jema thot, unë nuk e kam kontratën e parë, edhe pse në regjistër të saj, ka referencat, pra ka kodet, numër repertori dhe numër koleksioni. Dakor? Dhe datën kur është lidhur kontrata. Pra, para njerë nuk administrohet Ministritë të Drejtësisë si që është rregulli, dhe që është detyrimi, e dyta nuk e ka as noteri, i treti i biri bën një kontratë të dytë, po me atë firmë të cilën ka blidhur kontratën e parë, dhe asnjë nuk merr përgjegjësi. E kam kërkuar në Ministrinë e Drejtësisë, do ta shikosh. Pra, po ja u them në vëmendje sepse rastet të tilla sot njerëz na marrin për ditë, një rast tjetër, po një miku tim sot, ka ndodhur tani këto 2 javë, e njëjta gjë, po një noter ka bërë 2 kontrata premtimi për të njëjtën pronta ta zihen. Sepse di çfarë ndodh te kjo? I kthejmë asaj problematikës djeshme të viteve dritë që do një vendim gjyqësor të përfundojë. Dhe kjo ndodh shpesh në noterim, po shpesh. E dyta, po ata shërbimit provës, ulësi, që e dyta kemi probleme shërbimin e provës i nderuar. Janë ca nga këta që uristat, pseudo-uristat, që kanë marrur, masi kanë marrur karrocier, tjerë, kanë bërë jurist në 45 vjeç, që dhe kur vete shërbim prove, kur shkon për shërbim prove, i thot që ti s'duhet dalësh as kalosh urë në Rrogës Gjinës pa marrë leje mua. Ai duhet firmosi një në 3 muaj, apo një në muaj si pas referimit gjykatës. Ç'a ndodh në këto raste? Edhe këta e ke punë përditshme të shërbimit provës e bëjnë këtë, ndodh. E keni verifikuar si e keni situatën të shërbimit provës? Tjetër, përsa i përket burgjeve, kam një pyetje për ta mbyllur dhe kur do ulet pazari për të marrë leje për dalë në burgu? Faleminderit.